Bashkëtar të Ferizajt, zonja dhe zotrin. Një momentum të veçantë po ndojmë bashkë sot nga sheshi I heronjve në Ferizaj, në hijen e shtatores vigane, si vetë vepra e herojit Recep Islimi në sheshin me emrin e kryeherojit ton legjendar, komandantit Adem Jashari. Po nisim sot numrimin mbrapsht të orës së triumfit të drejtësisë, nga dhënimit të së vërtetës, numrimin prapa të ditëve e orëve ku etërit themeltar të Republikës, shpallësit e pavarësisë, emblemat tona të lirisë me ushtrisë çlirimtare të Kosovës, identitet, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, pas gjysme dekade padrejtësie e çmimit tutje të lirisë, po I kthehen Kosovës, po I kthehen familjes, po I kthehen miqve e bashkëpunëtorëve, po na kthehen ne. Tiktakët e orës drejt triumfit të drejtësisë po rahin të ndezur në zemrën e secilit shqiptar me besim e shpresë, me bindje të palëkundur, zemër plot për ëndrrën që arritëm lirinë, krenar për emblemën që ngjit me zemrën bartëm për të pulsuar përjetësisht, sa të ketë shqiptar veç një emër, veç të rishkronja, ushtria çlirimtare e Kosovës. Ferizaj mezi pret Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin e Recep Selimin. Mirë se vini në Kosovën që ju do, mirë se vini në Kosovën që mezi ju pret, mirë se vini në gëzimin e festën e secilit shqiptar që ju pret, triumfues në luftë, triumfues në paqë, ju çlirimtar, mirë se vini në Kosovën që I dhat ajër e liri, gëzuar. Mirëmbrëma Ferizaj, knatësi me qenë bashkë, si gjithmonë Ferizaj I prim proceseve si në luftë, si në paqe, po shoh këtu shumë veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, respekt maksimal familjet të dëshmorëve, invalid të luftës, kryetar I Ferizajit, I Kaçanikut, kolegë deputet dhe antarë shoqërisë civile, qytetarë të dashur të Ferizajit. Sot jemi këtu për t'ju thënë faleminderit pikëparë edhe komunës së Ferizajit që në gjithë rrugtimin e platformës Liria ka emër, në cikle të ndryshme të aktiviteteve tona ka qenë pranë nesh dhe na ka ndihmuar në forma të ndryshme, prandaj një faleminderit dhe respekt maksimal sepse është e pamundur unë dhe Ismaili dhe shumë njerëz të tjerë që punojnë prapa në sfond në platformën Liria ka emër me I botë jetueshme këto momente pa ndihmën e juaj. Faleminderit kryetar. Kosova ka kënd e pret Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin, uroj shpejt edhe Calin dhe gjithë të tjerët që kanë kaluar në për procese të shumta për t'i dhënë vull edhe një herë, për të kaluar edhe në një betejë shtesë për të rikonfirmuar të drejtën tonë për qenë të lirë edhe të pavarur dhe për ta gëzuar Kosovën që e kemi sot. Nga ky shesh I heronjve, dëshiroj që t'ja u dërgojmë një urim herojve gjallë që janë atje në betejën e tyre të fundit për Kosovën, që ata të na kthehen dhe orët dhe minutat e Kosovës të kthehen marrë për ditë më të mira për Kosovën. Ferizaj, faleminderit për mikpritjen, falënderim I veçantë për kryetarin që ka qenë gjithmonë afër nesh në secilin aktivitet, sepse që prej fillimit e ka ditë peshën e aktivizmit tonë. Ferizaj mrena shtatorit 2 herë ka me ardhur në Prishtinë, me 12-in, ku krejt Kosova Shqiptaria është atje, edhe me 16-in në aeroport mi prit ata djemë të venit tonë. Ora që sot po vendosët këtu si simbolik e rrugtimit tonë e ka një veçanti, sepse mrena mitologjisë tonë I keme edhe orët e bardha që zakonisht vinë pas orëve të zeza. 16 shtatorit do t'jetë një orë e bardhë për kombin tonë, ku do t'nis ora e marë, jo ma ora që numëron mrapsht.
Faleminderit edhe një herë dhe ju presim gjithëve në Prishtinë. Faleminderit.